Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Maska me uthull molle që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Uthulla e mollës është një produkt organik mjaft i njohur për përdorimet e saj. Atë mund ta përgatisni vetë në shtëpi dhe të përfitoni për shëndetin dhe për organizmin, për flokët, sigurisht edhe për lëkurën, për të cilën do të flasim edhe në këtë video. Vetit të pastruese të këtij produkti sigurisht që bëjnë mrekulli në zonën ku vepron, duke e lënë atë të pastër dhe më të butë. Për shkak të përqendrimit të madh të antioksidantëve, ky produkt do ta bëjë fytyrën rrezëllitse, do ta ndjeni më të pastër dhe më të butë. Gjithashtu largon yndyrën e tepërt, parandalon aknet, infeksionet dhe largon shenjat e padëshiruara. Ka veti të mëdha antibakteriale, ndaj këshillohet të përdoren në çdo fytyrë, e sidomos te ato që përballen shpesh me plurin ose faktorë të tjerë që stresojnë lëkurën. Uthulla mbi lëkurë mund të funksionojë fare mirë edhe si një tonik natyral, duke mbyllur poret e zgjeruara dhe duke zbehur shenjat e moshës. Mësoni në këtë video gjithçka që duhet të dini për përdorimin e uthullës së mollës për fytyrën tuaj sipas Healthline. Trajtimi është një nga mënyrat më të thjeshta që do të provoni në mënyrë efikase. Çfarë ju duhet për të bërë këtë përgatitje? 75 ml uthull molle dhe 250 ml ujë i ftohtë. Si fillim, sigurohuni që uthulla e mollës të jetë 100% natyrale, pasi vetitë e saj mbi lëkurë do të jenë më të thella. Më pas vazhdoni me trajtimin. Përzieni uthullën me ujë në një enë në çdo mbrëmje, pasi të lani fytyrën e spërkatni në fund me uthull molle. Është e rëndësishme që uthulla të përzihet gjithmonë me ujë për të ulur aciditetin dhe aromën e saj. Pasi ta keni vendosur mbi fytyrë, lini të thahet për 30 minuta dhe më pas mund të shtriheni. Këtë trajtim bëheni 5 ditë të javës për 2 ditë pushim, në mënyrë që fytyra të ketë kohën e vet edhe të rigjenerohet. Uthulla e mollës është e përdorur si një ilaç natyral prej mijëra vitesh. Thuhet se babai i mjekësisë Hipokrati e përdorte këtë si eliksir të shëndetit për të ndihmuar në dezinfektimin dhe trajtimin e problemeve të ndryshme të lëkurës për më shumë se 2000 vite më parë. E shumë shekuj më vonë, studime të shumta kanë dalë në përfundimin se uthulla e mollës vërtet ka një sër përfitime shëndetësore. Për te i përdorimeve të shumta në kuzhinë, shumë njerëz pinë uthull molle të holluar me ujë për të ndihmuar në shëndetin e tretjes dhe madje rregullojnë sheqerin në gjak. Këto të vërtetuara edhe shkencërisht. Por përfitimet e uthullës së mollës brenda trupit janë në vërtet fillimi, sepse ky eliksir përdoret gjithashtu për rutinën tuaj të bukurisë, duke përfshirë kujdesin për lëkurën dhe për flokët. Dermatologët tregojnë gjithçka që duhet të dini mbi përdorimet e uthullës së mollës. Përdorimet e zakonshme të uthullës së mollës për lëkurën. Shumë thonë se kjo pije mund të ndihmojë në zbutjen e ekzemës dhe të akneve, të zbejë linjat e imta dhe ta bëjë lëkurën të duket më e ndritshme dhe më rinore. Njerëzit e përdoren atë si një toner për lëkurën dhe për të ndihmuar në trajtimin e zonave të prirura për akne. Uthulla e mollës ka veti antibakteriale, antifungale dhe ndihmon në eliminimin e bakterieve që kontribojnë në shfaqjen e akneve ose që përkeqësojnë ekzemat. Niveli i lartë i aciditetit mund të ndihmojë gjithashtu në disa probleme të lëkurës. Ajo përmban acid limoni, acid alfa hidroksid dhe ka një efekt zbardhues në çerën tuaj. Niveli i lartë i antioksidantëve polifenolik, të cilët mund të ndihmojnë në përmirësimin e pamjes suaj në tërësi. Por mbani mend gjithmonë që duhet të hollohet në ujë në raportin 2:1. Por jo të gjithë mund ta pranojnë uthullën e mollës në lëkurë. Kjo sepse aciditeti i saj mund të irritojë lëkurën e skuqur dhe të nxjisë djegjen e saj. Gjithmonë bëni një provë përpara se ta aplikoni atë në pjesën më të madhe të lëkurës. Atë mund ta përdorni si një toner fytyre. Për të ndihmuar në pastrimin e tepërt të yndyrës ose pastrimin e lëkurës së prirur ndaj akneve, provoni të zgjidhni këtë toner. Holloni një lugë gjedhe me uthull molle në 2 gota me ujë. Duke përdorur një topth pambuku, lageni këtë përzierje dhe aplikoni butësisht në lëkurë. Filloni duke përdorur 2 deri në 3 ditë javës përpara se të reagojë dhe mund ta përdorni çdo natë. Uthulla mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër ekzemave.
Përzjeni një filxhan uthull molle në një vask me ujë të vakët dhe zhytni në të paktën 15 minuta trupin, pastaj e shplani me ujë të ftohtë. Pas dushit aplikoni një krem zbutës pa aromë, kështu do të evitoni edhe ekzemat e shumta që mund të ndodhen në lëkurën tuaj. Uthulla e mollës është një produkt organik mjaft i njohur i cili mund të përdoret në mënyra shumë të thjeshta dhe efikase për shëndetin tuaj. Atë mund ta përgatisni vetë në shtëpi dhe të përfitoni për shëndetin e organizmit, flokëve dhe sigurisht edhe të lëkurës. Vetitë pastruese të këtij produkti sigurisht që bëjnë mrekulli në zonën ku vepron, duke e lënë atë të pastër dhe më të butë. Për shkak të përqendrimit të madh të antioksidantëve, ky produkt do ta bëjë fytyrën rrezikse. Gjithashtu largon yndyrën e tepërt, parandalon aknet, infeksionet dhe largon shenjat e padëshiruara. Ka veti të mëdha antibakteriale, ndaj këshillohet të përdoret në çdo fytyrë, e sidomos te ato që përballen shpesh me pluhurin ose faktorë të tjerë që stresojnë lëkurën. Uthulla mbi lëkurë mund të funksionojë fare mirë edhe si një tonik natyral, duke mbyllur poret e zgjeruara duke zbehur shenjat e moshës. Kështu mund të japë një rezultat të përkryer edhe për lehtësimin e komplikacioneve të saj. Uthulla e mollës është një produkt i kuzhinës që bën mrekullim për flokun dhe për lëkurën, duke filluar që nga pastrimi poreve deri te heqja e erës së keqe të këmbëve. Uthulla e mollës është një produkt që duhet të keni gjithmonë në shtëpi. Ajo mund të ofrojë disa përdorime të veçanta për ju. Zbut lëkurën. Hidhni një gotë me uthull molle në vask dhe qëndroni disa minuta në të. Jo vetëm që do të ndjeni lëkurën më të zbutur, por edhe do të lehtësoni probleme të tilla si ekzemat, shkëlqen flokët. Uthulla e mollës është ideale për të dhënë shkëlqim dhe shëndet flokëve. Aplikoni disa pika uthull dhe spërkatni flokët para se të dilni nga shtëpia. Pa merak për erën, ajo do të largohet menjëherë, por flokët do të jenë gjithmonë me shkëlqim. Pastron poret. Uthulla e mollës ka veti të balancojë pH-in e lëkurës dhe vepron si një pastrues i yndyrnave të tepërta në lëkurë. Përzjeni një sasi të barabartë uthull molle përpara se të përdorni kremin hidratues. Lufton zbokthin. Uthulla e mollës ka veti natyrore kundër zbokthit dhe mund të ndihmojë në pastrimin e lëkurës së kokës. Nëse nuk e përdorni shampon me uthull molle, atëherë përzierja në një filxhan kafe me uthull molle në 1 litër ujë shpëlahet floku deri në fund. Pas kësaj e mbani 20 minuta me peshqir dhe më pas i thani flokët. Uthulla e mollës gjithashtu mund të përdoret edhe pas depilimit. Me një copë pambuku të hollë të lyer me uthull, disinfektoni të gjithë pjesën e depiluar. Uthulla është një antiinflamator i shkëlqyer që eliminon skuqet dhe po ashtu eliminon daljen e çimeve nën lëkurë. Mjafton edhe për erën e keqe të këmbëve. Uthulla e mollës është e njohur për të larguar erën e keqe të këmbëve, sidomos atë që mund të shkaktohen nga këpucët. Përzjeni një filxhan me uthull molle me 4 gota ujë. Pas 15 minutash, era e keqe do të largohet nga këmbët tuaja. Atë mund ta përdorni si një maskë detoksi. Pas një maske me të vërtet detoks, përzjeni një lugë çaji uthull molle në një lugë çaji baltë të zezë. Përzjerni dhe balanconi pH-in e lëkurës për të lehtësuar problemet e saj. Pastroni furçat e make-upit. Mund të pastroni thuajse të gjitha përzierjet me ujë me sapun, por uthulla e përzjer me ujë do të disinfektojë dhe do të pastrojë më mirë edhe furçat tuaja, duke i dhënë gjithashtu një pastërti të munguar. Uthulla e mollës është një lehtësues edhe për problemet e stomakut. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër, e cila mbron stomakun përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun. Uthulla do të shërbejë edhe si një laksativ, duke zgjidhur çështje këtu siç është edhe konstipacioni. Ndaj mos mungoni që ta përdorni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.